Avionët privat reaktiv për distanca të gjata nuk janë thjesht mjete transporti, në diskursin publik ata janë kthyer në një simbol të privilegjit ekstrem dhe të ndarjes së thellë mes elitave politike e ekonomike dhe qytetarëve të zakonshëm, të cilët udhtojnë me avion linje, presin në radhë dhe përballen me vonesa, kontrolle dhe kufizime. Në Shqipëri, një vend që për gati gjysmë shekulli, kjo simbolik merr një peshë edhe më të fortë. Për dekada udhëtimi jashtë vendit ishte privilegj i një pakice të vogël. Sot, ndërsa shumica e qytetarëve përballen me kosto të larta jetese dhe emigrim masiv, përdorimi i avionëve privat nga zyrtarët më të lartë të shtetit shihet nga shumë kush si shenjë shkëputje nga realiteti. Vizita e fundit traditore e kryeministrit Edi Rama në Izrael e ka rikthyer këtë debat në qendër të vëmendjes. Udhëtimi për pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit u realizua me një avion privat të tipit Bombardier Global 5000, një mjet ultra luksoz i projektuar për fluturime ndërkontinentale, i përdorur zakonisht nga miliarderë dhe elita globale e biznesit. Ky avion nuk është i zakonshëm vetëm për luksin që ofron, por edhe për historinë e tij. Ai ka qenë më parë në pronësi të Sam Bankman-Fried, ish miliarderi amerikan i kriptovalutave, themeluesi bursës FTX, i dënuar në Shtetet e Bashkuara për mashtrim financiar dhe pastrim parash. Pas kolapsit të FTX, avioni u sekuestrua nga autoritetet amerikane dhe u përfshi në procesin e konfiskimit të pasurive të tij. Sipas të dhënave të fluturimit, avioni u nis nga aeroporti Nën Tereza në Tiranë më 25 janar dhe mbërriti në Tel Aviv pasdite. Pas përfundimit të vizitës, i njëjti avion u kthye në Tiranë më 27 janar, ku menjëherë pas uljes, eskorta e kryeministrit u largua nga terminali VIP. Kjo nuk është hera e parë që kryeministri shqiptar përdor avion privat ose mjete të konfiguruara VIP për udhëtime zyrtare. Për vite me radhë ai ka shfrytzuar një Airbus A390 të kompanisë Air Albania, të përshtatur për përdorim qeveritar dhe të prezantuar publikisht si avion i flamurit shqiptar. Ky mjet u përdor deri në fund të vitit 2025, kur kompania ajrore ndaloi aktivitetin e zhytur në borxhe të mëdha financiare. Qeveria ka justifikuar përdorimin e avionëve privat dhe charter për arsye sigurie dhe përfaqësimi ndërkombëtar. Sipas këtij argumenti, udhëtimi i kreut të qeverisë duhet të garantojë standarde të veçanta sigurie dhe imazh dinjitoz për shtetin shqiptar. Megjithatë, këto shpjegime nuk kanë shuar debatet, sidomos për shkak të mungesës së transparencës. Shpenzimet për udhëtimet ajrore të kryeministrit dhe zyrtarëve të lartë nuk bëhen më publike. Në fund të vitit 2025, qeveria vendosi që të dhënat mbi udhëtimet jashtë vendit të klasifikohen si sekrete me argumentin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të sigurisë. Ky vendim i ka hequr qytetarëve mundësinë për të ditur se me çfarë mjeti udhëton kryeministri, sa kushton transporti dhe kush e mbulon financiarisht atë. Në rastin e udhëtimit në Izrael, është deklaruar se shpenzimet nuk janë mbuluar nga buxheti i shtetit shqiptar, por nuk është sqaruar se kush ka paguar fluturimin. As autoritetet izraelite nuk kanë konfirmuar nëse kanë mbuluar kostot e transportit. Vizita në Izrael u shoqërua me takime të nivelit të lartë dhe një fjalim në parlamentin izraelit, ku theksuan lidhjet historike mes shqiptarëve dhe hebrejve. Media pranë qeverisë e promovuan këtë vizitë si historike në një moment kur qeveria shqiptare përballet me akuza të vazhdueshme për korrupsion dhe tensione të forta politike në vend, në një realitet ku Shqipëria renditet ndër vendet me të ardhura më të ulta për frym në Europë. Përdorimi i mjeteve luksoze nga drejtuesit e shtetit shihet nga kritikët si një problem që shkon përtej simbolikës. Ai lidhet drejt për drejt me standarde demokratike, me llogaridhënien dhe me raportin mes pushtetit dhe qytetarëve. Debati mbi avionët privat të kryeministrit nuk është thjesht një debat mbi mënyrën e udhëtimit, ai është një pasqyrë mënyrës se si ushtrohet pushteti, shkruan Reporter.al, si justifikohet luksi dhe sa hapësirë lihet transparencës në një vend që ende kërkon të ndërtojë besim mes qeverisjes dhe shoqërisë.